gati, unë mund të filloj. Të nderuara media, të nderuar gazetare, mirë se po e dinë njëri tjetrin pas një takimi të kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës, për të cilën, si përfundim, nuk pati një dakordim për rendin e ditës të seancës premtës. Pra, si kryetare e Kuvendit, e kam përgjegjësinë sipas rregullores së punës së Kuvendit që të propozoj rendin e ditës për seancën e radhës, pra për seancën plenare, që unë propozova që kjo të mbahet më 10 prill në orën 10. Pra, për shkak të rrethanave në të cilat jemi si Kuvend i Republikës së Kosovës, për shkak të një afati kushtetues në raport me zgjedhjen e presidentit apo presidentes, mendoj që edhe Kuvendi duhet të jetë efikas dhe të adresojë përgjegjësitë që i ka para vetes. Në këtë drejtim, unë sot përveç deklarimeve jashtë rendit ditës dhe pyetjeve parlamentare, që janë pika të zakonshme në secilën seancë të rregullt të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në këtë rendite kam parafal edhe disa pika që ndërlidhen me 4 marrëveshje ndërkombëtare që nuk arritën që të ratifikojnë në Kuvendin e Republikës së Kosovës në seancën e kaluar për shkak të mungesës së quorumit. Pastaj votimi propozim rezolutës për rritjen e çmimeve të naftës, që kishte një debat në seancën e kaluar. Zgjedhja një antar jo prokuror në Këshillin Prokurorial të Kosovës, që është proces shumë i rëndësishëm. Shqyrtimi për propozim rezolutës për mbrojtjen e zbërthesës historike të luftës në Kosovë 1998 dhe 1999 dhe disa propozime për antar në komisionet parlamentare. I gjithë diskutimin që nga fillimi i kësaj mbledhje ishte që rezoluta e përmendur më herët, pra për mbrojtjen e së vërtetës historike të luftës në Kosovë 1998-1999, atje pikë e parë e rendit ditës, atje pikë e fundit. Pra, për shkak se nuk pati dakordim për këtë çështje, nuk arriti që rendi i ditës sot të miratohet në kryesinë e Kuvendit. Unë bëra përpjekje maksimale që ta gjejmë një konsensus, sepse bazuar në diskutimet që ne kemi pasur në seancën paraprake, kur është propozuar kjo rezolutë, kam propozuar që mos të vendosim a kjo pike parë pas pyetjeve parlamentare apo pike fundit e asaj seance. Nuk pati dakordim, në kërkesën time, sepse kishte një grup parlamentar, siç ishte PDK-ja, që insistonte që kjo të jetë pike parë, dhe në anën tjetër nga vetëvendosjet që kjo të raditet në fund të rendit të ditës. Unë propozova që kurdo që grupi që mblidhen e përfundon punën të vinë seancë, ne në çfarëdo pike që jemi mund ta trajtojmë dhe nëse ka dakordim ta votojmë. Pra, po të mirëkuptohesha në atë kohë, pra po të kishte konsiderat raport me propozimin që bëra, tash kjo rezolut nuk do të ishte as çështje e diskutueshme, po do të miratohej në seancën që kemi lënë pas. Por që atë ditë nuk ishte dakordim, sot sërish kishte insistime të njëjta, pra më shumë procedurale se sa përmbajtësore, dhe si rjedoj ne nuk arritëm që të miratojmë rendin e ditës. Prandaj, në këto rrethana, sipas rregullores së punës së Kuvendit, ky rend i ditës do të miratohet në seancën e së premtës, pra fillimisht pika e parë është miratimi i rendit të ditës. Në ndërkohë kemi pasur edhe diku 9 raporte të komisioneve parlamentare për projektligje që janë përfituar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, secili projektligj më i rëndësishëm se tjetri. Tash edhe një herë që ne kemi një afat për të zgjedhur presidentin, unë uroj që ta bëjmë këtë sa më parë, pra që deputetët e Kuvendit të Republikës të Kosovës ta kryejnë deturimin që kanë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në përputhje me interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, në mënyrë që vendi mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra pikërisht ky afat kushtetues neve na bën që të jemi apo të përshpejtojmë raport me përgjegjësitë që i kemi. Prandaj në këto rrethana, me që nuk ishte konsensus, vendos seanca pra të premten, në qoftë se do të trajtoj pikat e rendit ditës që janë propozuar dhe pika shtesë që kanë punuar komisionet parlamentare, me që rast lejoni që si kryetare e Kuvendit t'i falenderoj deputetët në komisionet parlamentare për punën që kanë bërë gjatë këtyre ditëve,
sepse sa ka punë në trajtim të projektligjeve, raporteve, ka po ashtu punë edhe me interesim të kandidatëve për Këshillin Primordial, Gjykatën Kushtetuese që po vazhdojnë ende, por edhe për çështje tjera. Unë jam e hapur për pyetje, uroj që ato të lidhen me punën e kuvendit, sepse gjithçka tjetër që lidhet me përgjegjësinë si ushtruese e detyrës së presidentës, natyrisht që do të kemi komunikime të tjera shumë shpejt. Po. Çështja e një antarit të KQZ-s është përgjegjësi që ka mbetur në dorën tuaj dhe ka një mospajtim mes PDK-s dhe vendosjes së kujt i takon antari 10 politik, cili do të jetë qëndrimi juaj dhe kur pritet që ta emëroni antarin e 10 të KQZ-s. Unë thash që për çështjet që lidhen me kompetencat e ushtruesës së detyrës së presidentës, do të përgjigjemi dhe do të jemi në komunikim në ditët e ardhshme dhe atë ju premtoj që shumë shpejt. Në përgjithësi, unë jam duke i trajtuar çështjet që janë me prioritet, që lidhen drejt për drejt me kompetencat e presidentit. Mendoj që një proces kushtetues që ka filluar më herët është dashur të përmbyllet, pra me presidenten Vjosa Osmani Saliu, kjo që ndërlidhet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra nuk mendoj që është në rregull që një proces i cili ka filluar më herët ka mbetur i papërfunduar. Do t'i trajtoj të gjitha çështjet që janë me prioritet. Unë jam njoftuar në takimin që kam pranuar detyrën e ushtruesës së detyrës së presidentës, raport me çështjet që janë prioritare dhe çështjet pastaj që vijnë në kompetencën e presidentit, që duhet i trajtojmë. Pra sapo të kemi një analizë të gjitha këtyre dokumenteve, shkresave, ankthimeve, vendimeve, natyrisht që do të veprojmë me kohë. Po, a është prioritet marrëveshja për bordin e koalizionit në Gjykatës? Janë me dy pozitat që i keni, a është me prioritet edhe kur pritet në rand të ditës? Unë kam kërkuar Komisionin për Punë të Jashtme që ta trajtojmë këtë çështje dhe pres që Komisioni për Punë të Jashtme sa më parë ta kryejë obligimin që ka. Pra në momentin që ne kemi pranuar opinionin nga Qeveria e Republikës së Kosovës, kemi ngarkuar Komisionin dhe jam shumë e bindur që është çështje ditës kur Komisioni do ta trajtojë këtë çështje. Duke pasur parasysh që është një marrëveshje e rëndësishme, unë nuk pres që do të ketë kundërshtim me raportin e njëjtën. Prandaj kur do që Komisioni do ta përfundojë punën, natyrisht që do të trajtohet në seancën plenare. A ka pyetje tjera? Kemi njoftuar në rast për faqe të reja në rrjetet sociale, ndërkohë a do duhej që kjo të ishte e menaxhuar nga medje edhe gjatë mandatit të presidentëve të tjerë, sepse kjo i bie që çdo president që vjen të ketë faqen e vet, po thuaj se quhet si faqe private. A mendon se do duhej të ishte të paktën të mbetet në arkiv edhe historiku i presidentëve të tjerë? Së pari më vjen shumë keq, vjen sinqerisht keq për debatet që janë zhvilluar në këtë drejtim. Por ju them me përgjegjësi të plotë që ne nuk kemi, si më thënë, kontribuar që debati të shkojë sikur ka shkuar. Nëse është gabim që të merremi me çështje të tilla, përsa kohë faqet zyrtare në rrjetet sociale dhe të tjera janë pronë e institucionit, jo e individit. Me qëllim që ne t'i njoftojmë qytetarët e Republikës Kosovës me aktivitetet e këtij institucioni, jemi detyruar që të hapim faqe të tjera. E di që dikujt ju ka dukur teknike, e di që dikush e ka trajtuar si çështje që nuk ka vend për diskutim, por edhe si kryetare kuvendit, edhe si ushtruese e detyrës së presidentit, e kam për obligim që kemë transparencë në aktivitetet e mia dhe që qytetarët e Republikës së Kosovës të njoftohen me të gjitha aktivitetet të cilat janë në përgjegjësitë tona. Për shembull, ne kemi pas rastin kur unë kam qenë ministre e drejtësisë, çka do që kemi krijuar, si më thënë, prej momentit kur e kam marrë detyrën, kanë mbetur fillimisht ushtruesi i detyrës zoti Bjerim Sallahu, pastaj te ministri Agaballa, sepse siç e thash, rrjetet sociale, faqet zyrtare nuk janë të individëve. Ato duhet të mbeten si pronë të trashëgimi e institucionit. Besoj që është më e pakta, por edhe domosdoshme që ta ruajmë vazhdimsinë dhe që të respektojmë institucionet e Republikës së Kosovës. Edhe një pyetje. Gjatë ditës jashtme një takim keni deklaruar që jeni gatshëm të ndihmoni për çështjen e zgjedhjes së presidentit, që jeni duke bërë këtë drejtim, edhe cilat janë mundësitë juaja si ushtruese të detyrës së presidentës
që të ndihmonin këtë drejtim? Si kryetare e kuvendit, unë jam e hapur në cilësinë e kryetares së kuvendit në qoftë se grupet parlamentare vlerësojnë që mund të kontribuojnë me takime, me diskutime, që si në thënë t'i presin takim dhe të diskutojmë raport me situatën aktuale. Unë mirë pres vazhdimin e takimeve që kanë ndodhur në vitet që lanë pas. Urojmë që t'i lëmë anash të gjitha dallimet dhe të jemi bashkë që ta gjejmë një zgjidhje për çështjen e presidentit. Uroj që të mos vi situata që si ushtruese detyrës së presidentes të shpallbahen zgjedhjeve. Sepse siç e dini me gjykimin e gjykatës kushtetuese, kuvendi konsiderohet i shpërndar në momentin kur ne përmbushim afatin dhe nuk arrim që të zgjedhim presidentin, pra uroj të mos vim në situatën ku duhet të caktoj datën e zgjedhjeve brenda afatit prej 25 ditësh. Prandaj, nëse i duhen grupeve parlamentare, natyrisht që unë jam në shërbim të tyre të ndihmoj me takime dhe me çka do tjetër, por mendoj që e rëndësishme është që të gjitha grupet parlamentare, partitë politike që përfaqësojnë kuvendin e Republikës së Kosovës, të dëshmojnë vullnet për ta gjetur një zgjidhje në raport me çështjen e presidentit apo presidentes. Qytetarët e Republikës së Kosovës presin nga ne që të vazhdojmë reformat, presin nga ne që të punojmë në interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, prandaj mendoj që nuk kemi kohë për të. Faleminderit gjithëve.